pasiguri, frikë, shpresë normal, mallëngjim, mirënjohje për vëllau, mandej vëllai i madh gjithashtu dul në aeroport, por edhe një gjë kisha pas se qef me cek, sa do ku do në myrë për me eduku tjerët që ka ndodh për neve shqiptarve dhe pse ka njëherë i akuzoj refugjat si pengesë, si burden, jo si benefician. E më falë, vish po ndalona para se mi po vllazit e motra këtu në Amerikë, e vazhdoj prap, po m'duket kemi zbrit, mos harrosha hera par prej dikun në Irland, po a New York ka qenë, a Los Angeles mund në vesh me rajt se kam qenë empir për atë kohë. Jo me mirënjohëse pa fund shtetit Amerikan që na ka marrë, po du me haru me cek, jom shumë mirënjohëse, po një qëtë që gjina duhet me njerëz me pas parasysh, sidomos këta që marrojnë këto policies apo ligjet me ndihmu emigrantëve këtu, që si kemi ana në aeroport ndoshta mbas 2-3 minuta të kanë prit që thonë ta slap in the face, në fytyrë me kontrat me borxh. Do me thonë shumë pak e kom fol anglisht, në hala mirë pa taku me vllaznin, më kujtohet që në aeroport na kanë dalë disa organizata, që kjo kompania aeroplanit ju ka pru, në shkruaj kontratën që kemi pagu dikun $3,000 diçka dollar në atë kohë, 1999 nuk po big deal. Do me thonë ti hala mirë pa i qelë syt parë në Amerikë, që i fajsoj refugjat që gjuhet që na jena ngarkes për venin, është other way around, është kontra. Na kanë prit me atë kontratë, u dash me nënshkru 4 vjet me kena pas barën unë dhe Naserin krysi shumë shqiptar, po foli për hekat e tona, për me vedisu publikun, apo njerëz të gjorë kur do që këtë video, që e kena pas obligimin mande kena nënshkru, s'ka qenë borxh, hala pa unal, kom thonë, o zot, unë hala pas sprit, të spedia ka me pas normal, vllazit falemnderit për tyne, unë e veç hina mbaç, se kompania aeroplanëve qatë që madhe s'kan mujt me marrë përsi për refugjat që na faktikisht erdhëm këtu edhe për me mbjetu, me vepru, na refugjat ta shudhtojnë back and forth, këta kanë beneficioni për neve, po nejse ven kapitalist, njerëz t'i këshyrin këto gjana. So që em ka pas hin kry 4-5 vjet na u dashmë pagu borxhin se normal organizatat kërcënojke nuk kemi pas këto kreditat, credit score and all of that, yeah. So, në port që i bje, që në aeroport i kanë firmosin kontratën me shly detyrimet e ardhjes. E mandej pasoja bash. Mandej pasoja na si qytetar të rritë Kosovës se ndërtum shpinë. Në Kosovë shpijave që u kallë prej paramilitarve, të sërbis, na i kishim mandej borxhin familjar që henëm në shpi. Nuk e di sa, po ka qenë borxhi madh, normal u gjin njerëz të lypshin borxhin e vet se ishte kriza për me mbjetu.